Allahu Teala na ka urdhëruar që të ruhemi prej zjarrit dhe ka thonë: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, o ju që keni besu, ruani veten dhe familjet e juaja prej zjarrit të xhehenamit. Waquduha an-nasu wal hijara, lën djegse të së cilit janë njerëzit dhe gurësit. Xhehenami çfarë lën djegse përdor? I kemi këtë ajet që na tregon. Nuk përdor dru, nuk përdor qymyr, nuk përdor gaz, nuk përdor naft, plin, çka dush thuj, as njënën nuk e ka lënë djegse përveç se do ta ketë gurin dhe njeriu. E paramendoni se për çfarë zjarrit të tmerrshëm jemi duke fol kur flasim se ky zjarr do të djegë gur. Guri do të jetë materia ndese e cila do të mbaje gjallë zjarin e xhehenamit. Ky ajet e surat At-Tahrim, ajeti i 6. Dhe Allahu Teala po thot: Ku anfusakum, rune veten tuaj, po jo veten tënde. Dhe sa për gruan, për çikën, për djalin, për familjarët e shtëpisë tënde mos më mërzit. Allahu Teala do ta sjell xhehenamin tek njerëzit, do t'ju sillet xhehenami. Wa ji'a yawma idhin bi jahannam, thot Allahu Teala, dhe do t'ju sillet atë ditë xhehenami. Dhe kanë ardhur ajetet e Kur'anit, të cilat Allahu Teala na ka treguar në lidhje me atë ditë se si do të na sillet, si do të na e bi neve xhehenamin. 70.000 melaçe do ta ngrejnë xhehenamin, 70.000 zinxhir, se ta 70.000 melaçe. Xhehenami do të ngrihet me 70.000 zinxhir, hadithin e transmeton Muslimi në sahihun e tij. Dhe secili zinxhir do të ngrehet prej 70.000 melekëve. Andaj është ajeti i Kur'anit: La tarawunna al-jahim, ju do ta shihni xhehimin, jo pra emrave të xhehenamit. Unë thashë në fillim vetëm disa pra emrave xhehenamit po i përmendi, jo të gjitha. Një për tyre është xhehim. Do ta shihni xhehenamin. Thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Pastaj do ta shihni me 'aynul yaqin, me sytë juaja keni me pa xhehenamin. S'ka bir nëne prej neve që nuk do të jetë dëshmitar i shiqimit në zjarmin e trishtueshëm të mërshëm xhehenamit. Atë ditë do të na e sjellin. Dhe kanë mirëshu, njerëz kanë mirëshu gujt e tyne, kanë me të lëshu komt, kur qeh çka është të ardhë, çfarë giganti, melek, gigant, veç barësit e arshit kujtoni se sa janë të mëdhej, ka në hadithet Rasulullah s.a.s. mes qëtu pulpës vesh dhe supeve 500 vjet, në rivajet 700 vjet largësi, njëna prej barcëve të arshit Allahu Teala. Jemi të folë për melek gjigant të cilët do të tërheqin një xhehenam dhe do të asjellin njerëzve për me e pa se kjo është ajo o xhehenemli, çfarë është premtu juve, fadhuku bima kuntum ta'malun, dhe thot Allahu Teala, shijone atë të cilin e keni vepruar. S'ka dënim pa arsye. Secili që do të futet në të e ka arsyen pse është fut në zjarmin e xhehenamit. Andaj neve tërë këtë mund që e bëjmë këtë botë është për me i pështu kësaj dite, që kur të kalojmë mbi urën e siratit, që është i vendosën mbi xhehenam, nuk ka me shku në xhennet që është nalt, pa e kalu xhehenamin që është poshtë. Dhe kjo bëhet, dhe ku bëhet? Me një urë që është më hollë se kimja e flokut, dhe sa ma e mprejtë se ma e shpatës. Hajmeno vetë, qysh kalohet, zjarë i matë poshtë për të pretë, gati pa fund, dhe sa ty për të thuhet kalon urtë siratit, e cila është si ku një kime e flokut,
Veç shiqoni njëri tjetrit, një kimet flokut, veç këshyre se sa është e hull. Merë një dhe këqyre. Po të thuhet ty, ki me kalu për mi qëta. Hec, ti që shto që shje. Hajt hec. Dhe e mpreft, si zhilet, hec. Qa ki me badi, jam? Ti edhe unë edhe kretë musliman. Sunt një mën baba, sunt një mën nana, sunt një mën e vladi, sunt një mën avokati, s'mun me të një mu ushtrije, o bjeri, kret ushtrije të qafirve, hajde një brejës një animoni, se marum, ku jo në alatët ton, thirë këtë dush, atë dit, s'ni mën, atë dit ti, vetën kime e kalu urën e siratit, vetën, ta shkujto që shkime e kalu urën e siratit. 50.000 vjetë në ditë masherit kime nejtë s'ka me të folë kërkush mas 50.000 vjetë po të vinë po t'i logaritin veprat e tua po e shiqën vetin sa namazë s'ke farë, sa s'ke dhonë zeqat, sa ke bo gibet që shke përgoju, sa ju ke i njezve në hak, zina ke bo, raki ke pi, kamat ke përdor, të gjitha punt kemi qitë me i shoshit 50.000 vjetë para se Allah me ti matë ty në peshoj, e pas të e kanë me thonë, hajtë kalo. Si cili, edhe gjenemlid edhe gjenetlive. Kaloni, gjenemlid bi, para me në vetë, po presin që ty me laqët e gjenamit, po i shofim se si po i marin gjenemlid, po i qenë, dhe neve po na pret kalimin në atë urë. Nësi e me iman bidhni laj ta'ala, ti do t'je shumë i qetë, sa Allah ta'ala ka me të qëtësu. Nëse je me iman dhe ke bo pun shumë të mira, urën e sirati që është ma e hullë se kimja flokut, ma e hullë. Nano, që Zoti e din a unë e she me sy sa gvama jo, aty Allah Ta'ala sa tjetë imani më i fort, do të baje që kalimi tjetë i shpejt si kur vetima. Veç kur e she vetin dole anë, alhamdulillah, pështum, Allah, a pështova, ja rab, na pështova, o Allah, na pështova. Del në tonë. Tek qëtë moment, të bjerë ment, nonën ku e kam. Derin qëtë moment, vllaznin, as non. As bab, as evlad, as shok, as kush bre s'ka me të ranë mend, kush. Se cili kena me thonë nefsi, ove shpirti jem të pështaj. Edhe Ademi a.s. baba janë i njerëzimit. Edhe të gjithë pejgambert e Allahu Ta'ala, të gjithë kanë me thonë nefsi. Për vetë jam të këshyrë më stypni prej meje që muj me ndërmjetësu të Zoti, të Allahu Azza wa Jall. Veç Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndaj cilit jemi shumë pa edep dhe si angojmë synetet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as dojmë mu dok si aj, as mu falë si aj, as me ngu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj është i cili ka më anë ditë kiametit dhe ka me thonë këtyne muslimanve kur plipin rigjaji, o thuni Allahut be me na letësu logarin, ka me thonë u bo, ka me shku me iran sejde Allahu subhanahu wa ta'ala para ti me madhnu me emnat që kursi ka përmend ma heret dhe me lavdatat që kursi ka përmend ma heret, Allah mi thonë selja Muhammed, pyt, lyp se e komendën me dhonë ty, lyp, atëre ka me thonë ummetin pështoma, jaro, shefat, e këtë shefat me fitu të Resulullah se sem ditë kiametit së ne fiton me thonë me vlydet bidatit, shefat ja Rasulallah, e ky dervishi, Allah, taknaci, kjo është shirk, këtë qëtë prej dinit, me lyp prej të vdekmit, ndihm qëtë prej dinit, dhe kalzën ju, aty në që piskasin, që kjo qëtë prej dinit, kjo është shirk. Neve kemi drejt me thonë, o Zot, mos na bën mahrum, mos na ndalo shefatin e pejgamberit ton ditë gjykimit, po jo mi thonë, ja Rasulullah shefat, ti më bën shefat. La yashfa'u indahu illa bi idhni, kërkush së në bën shefat të Allahu pa iznin, pa lejnë Allahut. Lype për Allahut këtë izin. Qysh mundet ti me shku në klasë dhe me thonë, a bën ti me marshu këta në nëzonsit, këtu në të dytë shokët bankës, arsimtari për rria tëne, edhe me i këqyrë, që ka thot më rëky? Po unë jam këtu arsimtari. Qysh robi të lypë shefat? Neve lypim për Allahut që me në ba, dhe sa ma veçëm ka thonë, nëse ma lexoni këtë dua mas ezanit, dhe këta mësone për me që o musliman, dhe thuni mas ezanit, mas i të përfundoj ezani me zinit thuj, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, was salati l'qaima,
ati Muhammeden il wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jepja o Zot Muhammedit këtë vend, se veç një vend është për një njeri. Gjenneti i ka 100 shkallë. 99 janë për net, thjeshtit i 100 jo për një. I ka thonë Muhammed a.s. Qaj maqam mahmud, qaj vend i ndershëm që quhet el wasila, lutni Allahin mu me ma dhanë, nëse ju luteni për këtë punë, unë ndërmjetësoj për ju në ditën e gjykimit. Mëso se ka me të vit në ditën e kiametit sa gjunaha i kemi vaki duhet Rasulullah s.a.s. me shku edhe në amën temë edhe tandin edhe gjithëve me kërku të Allahu Teala që Allahu Azza wa Jall me na i fal mëkatet dhe gjunahet tonë. A i zjarë me gjehnamet ka thonë Rasulullah s.a.s. në një hadith që transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu, do të paraqiten edhe figura shumë të rishtueshme si në për filmat horror që dalin do kryna që dalin për jashta, halo më të rishtueshme se mas pari dimni sen në xhenem edhe melaqet e xhenemit, zebanit edhe maliku janë shumë të rishtueshëm. Mos kujto melaqe ka në xhenem që ato janë bukuroshe, kanë me të prit ty të bukura. Shumë janë të rishtueshme. Allah i na ruaj. Shumë janë të rishtueshme. Dhe shumë janë të ashpra, s'ka mshirë për e tyne. Kanë me lyp mshirë që Allahu Teala me i mshiru, edhe kanë me i thonë, si ju kam mshiru juve i mshirshmi, i gjithë mshirshmi, mshirusi i gjithë mshiruzve, si ju kam mshirua për e neve, për lyp një rahmet. Pas ajeti tjetër, as ju kanë ardhë juve pejgamberta, pas kini pas Kurana, pas kini pas Rasulullah, pas kini pas hoxhallar që ja u kanë të rejkë vrejtën, o musliman falni namazin se kush fal namaz o gjehenem li, o musliman jep në zeqatin se kush nuk e jep o gjehenem li, o i motra muslimane mbulon një kokat dhe vrejtet tuje se kush si mbulon o gjehenem li. A kur si kini nija? As kini ni o trektar që rakia është haram, mu pi edhe mu shit. A si kini nija? Po e kom ni. A se keni që agjerimi është farza veç për dime, se unë në verës smoj. A se Omeri radiallahu anhu e afron të gishtin e vetë nga qirit dhe e mante deri sa fillonin fluskat me i dalë dhe thështë duro ja Omer, duro. Po që ki me bon në dynja me xhenemin? Që ki me bon? Oh